Ju ftoj të shkojmë së bashku tani në Megatek, oazin më të madh të gjelbër të krijuar nga njeriu, ku ju presin profesionistët për t'ju këshilluar për gjithçka ju nevojitet e dëshironi për të patur balkone të lullzuara, obore e kopshte gjithashtu. Sot së bashku do të flasim për sistemin e ujitjes, që është sistemi thelbësor që lulet të jenë gjithmonë ashtu siç duhet. Ka një sekret të vogël që është shumë i madh që një lule të jetojë gjatë. Është ujitja, sistemi i ujitjes. Mbaj një aksesor në duar që me kalimin e kohës duket se është kthyer në një aksesor dekorativ më tepër se sa funksional, sepse në Megatek gjeni sisteme të mirëfillta që kujdesen për lulet tuaja që të ujiten në kohën e duhur, edhe kur ju nuk jeni në shtëpi. Pikërisht për këtë do të flasim sot. Afrim jam e lumtur që javë pas jave kam patur mundësinë këtu në Megatek të takoj profesionistë të ndryshëm të cilët i ndihmojnë të gjithë qytetarët me informacione dhe u gjenden pikërisht për atë që ka nevojë. Sot do të flasim për sistemin e vaditjes, që është thelbësor. Po, sistemet e vaditjes janë shumë thelbësore për kujdesin dhe mirëmbajtjen e luleve. Sepse kemi shumë raste që kemi klientë të cilët largohen për një periudhë shumë të gjatë nga shtëpia, po themi në momentin që vjen vera, edhe gjithë planifikojmë pushimet verore, normalisht dhe nuk mund të lëmë pa vaditur lulet që janë një pjesë e jona. Lulet kërkojnë vaditje të përditshme, duke qenë se edhe sezoni është më nxehtë, shumë ngrohtë. Temperaturat janë shumë të larta, patjetër. Edhe kërkohet një vaditje e përditshme në intervale kohe të caktuara. Me kalimin e kohës edhe teknologjia ka ndryshuar, kështu që në kohën që jemi e kemi shumë të thjeshtë të ndërtojmë një sistem vaditje për disa modele të ndryshme vaditje, siç janë vaditja për barin, siç mund të jenë vaditja për pemët, siç mund të jenë edhe vaditja që kemi lulet nëpër veranda ose nëpër balkone. Tani mund të ndodhë që nuk e kanë instaluar deri më tani ata që na shohin. Patjetër. A janë në kohë për të ndërhyrë? Gjithmonë në këtë rast korrigjojmë duke filluar që në moment tani është koha më perfekte për të bërë një sistem vaditje, sepse kalojmë nga periudha e dimrit kur lulet kanë më pak nevojë dhe lulet e ambientit jashtëm po themi nuk kanë nevojë fare sepse janë lagur gjatë kohës së dimrit nga shiu. Edhe na ka bërë pak dembel. Por, duke qenë se është sezoni i pranverës edhe temperaturat po rriten, po vjen edhe vera, normalisht fillo edhe për kujdesja më tepër për bimet e jashtme. Nëse mund të jemi më konkret edhe të shpjegojmë se cilin prej sistemeve që ju i keni instaluar në këtë kënd. Me kënaqësi. Sistemet ndahen në 3 lloje modelesh, po themi sistemet të cilat janë sipërfaqësore ose në gjuhën e zakonshme mund të themi edhe sisteme manuale, ku përfshin produkte siç janë tubat e ujit me sistemet e vaditjes për gjithë aksesorët që janë këto lidhjet e shpejta që ne i quajmë lidhje me klik. Që ti mund vendosësh disa model aksesorësh. Këto janë sistemet të cilat përdoren, po themi në atë mënyrën tradicionale ose vaditjen manuale të gjithë baçës që ju keni. Ja, tregojmë konkretisht si bëhet. Këtu mund tërheqesh. Po, aq sa ke nevojë? Sa ke nevojë. Karrukulla mban 30 metra tub. Wow. Dhe për mbledhjen e asaj thjesht tërheqim 1 centimetër edhe mbledhet vetë. Wow, sa interesante. Kjo është automatike. Edhe qëndron kështu e organizuar kaq këndshëm. Nuk të ngatërrohet tubi. Nuk ngatërrohet nëpër kënd, i rrit jetë gjatësinë e tubit sepse nga ngatrimet që bën kemi mundësi të thyerje tubi, plasaritje, çarje. Edhe nga temperatura e lartë apo temperatura e ulët gjatë vitit, nëse nuk do të ishte vendosur në këtë aksesor, sigurisht do të dëmtohej, do të konsumohej më shpejt. Këto aksesor vendosen nëpër mure, kështu që është shumë e thjeshtë, vendosen afër çezmave ose burimeve të ujit dhe janë tepër komode dhe praktike dhe na mbajnë kopshtin tonë të organizuar mirë. Niveli tjetër janë sistemi i vaditjes me pika, që zakonisht përdoret nëpër veranda ose balkone. Sistemi me pika e përdorin shumë familjar, vetëm për faktin që kur ato largohen me pushime, bimet e tyre vazhdojnë ujitjen dhe procesin e rritjes normalisht. Është modeli këtu që përdoret për veranda dhe balkone, ku në burimin e ujit ose çezmat e zakonshme që kemi nëpër shtëpia, lidhet një programator. Programatori është një pajisje elektronike e cila punon me bateri
dhe i jepet një programim afatgjat, ku ne vendosim datën dhe orën lokale në vendin ku po e përdorim, domethënë nëse ne po e përdorim tani, duhet vendosim orën që jemi tani dhe datën e sotme, në mënyrë që programatori të bëj për llogaritjet, sepse ka të inkorporuar në brendësi të gjithë logjistikën e nevojshme për të llogaritur edhe muaj që janë me 31 ditë, edhe muaj që janë me 30 ditë. Pra, nëse ne duham që të ujisim në orën 7 të mëngjesit edhe në orën 7 të mbrëmjes. Po, programohet, vendoset ora kur ne duam të bëjmë vaditje. Domethënë, ne mund të bëjmë vaditje në 7 të mëngjesit, në 5 të mëngjesit, ku ne po flejmë gjumë akoma. Programatori hapet automatikisht, qëndron i hapur për një periudhë të caktuar që ne e vendosim. Zakonisht, koha e vaditjes që përcaktohet nga ana jon është koha që i duhet një lule që të mbushet plotësisht me ujë, në kuptimin e fjalës që uji të dalë në pjesën e poshtme të vazës. Nëse të duhen 2 minuta, po themi, ne programojmë që programatori të rri 2 minuta i hapur dhe pas 2 minutash të mbyllet automatikisht. Po kjo është në varësi të madhësisë së vazos, të llojit të lules e kështu me radhë. Me pika, secila pikë është e vendosur programohet në një vazo për shembull? Në rastin kur kemi vazo, secila pikë vendoset nëpër vazo, ku është afër rrënjes lules normalisht. Pra dhe këtë distancën e keni përcaktuar ju dhe përcaktohet sipas nevojës. Zakonisht shumë klientë kapin nëpër kangjella. Duket më estetike, tubi qëndron më drejt edhe pastaj nga kangjellat, që është tubi kryesor, dalim me tubin e fijeve të hodha, që ne dërgojmë ujin te secila vazo. Ka një kokë fundore e cila regjistrohet, ku mund të hedhim më tepër sasi ujë ose më pak, në varësi të madhësisë vazës. Ne mund bëjmë lojra të ndryshme, ku në vaza që janë më të mëdha, lejojmë që të shkojë më tepër ujë dhe në vaza më të vogla shkon më pak ujë, duke rakorduar sistemin në mënyrë të tillë që të kemi sa më pak shpenzime. Kur them shpenzime, humbje të ujit, sepse është diçka që ne e paguajmë me lekë. Patjetër. Është një metodë konsumi që ajo kursen ujë në pjesën më të madhe që përdoret. Dhe sistemi i tretë, për të shpjeguar. Sistemet e tretë janë sistemet që përdoren për hapësirat e mëdha, ku përfshihen hapësirat me baçe që janë të mbjellura me bar edhe pemë të tjera. Duke qenë se llogaritet për hapësira më të mëdha, normalisht burimi i ujit ndahet në disa linja, duke qenë sepse burimi i ujit nuk e furnizon të gjithë sasinë e linjave që vendoset në hapësirën që ne kemi, bëhet ndarja e segmentuar duke bërë vaditje në pjesë të ndryshme, në mënyrë që uji ta përballojë sipërfaqen që do laget. Ky sistem vendoset nën tokë? I gjithë sistemi që është i paraqitur këtu është i gjithë nën tokë. Asnjë nga tubat nuk duket, e gjithë thellësia, po themi, shkon nga 25 deri në 30 cm thellësi. Kjo na bën të mundur që edhe gjatë dimrit sistemi të jetë i mbrojtur nga ngricat, duke qenë se pjesa e ngricave ka sipërfaqen e tokës, normalisht në sipërfaqen 30 cm ngricat janë temperaturat janë pak më të larta se pjesa e sipërme, edhe nuk rrezikojmë që kemi fryrje të tubave ose çarje. Kjo quhet sprucatori, i cili gjithë pistoni futet në brendësi të tokës. Kjo rrin në sipërfaqe 1 me tokën, nga presioni i ujit, një piston i dytë del në sipërfaqe, bën lagjen në formë krahu, domethënë që hedh ujë në formë krahu, dhe rrotullohet nga 45 gradë që është minimumi deri në 360 gradë, në mënyrë që ne të kapim një sipërfaqe sa më të madhe, uji të jetë sa më shfrytëzueshëm, që të bëjmë edhe një lagje sa më uniforme. Normalisht në bazë të sipërfaqes kemi edhe modelin e vendosjes së sprucatorëve, ku në bazë të rrezës së hedhjes që ne kërkojmë, vendosim dhe përshtasim sprucatorët për secilin klient sipas nevojës që ato kanë. Tani, kjo ishte pjesa, po themi, hidraulike dhe mekanike. Tani kalojmë te pjesa elektrike. Pjesa elektrike futen elektrovalvulat, programatori dhe sensorët. Elektrovalvula nuk është gjë tjetër veç një saracinesk elektronike, e cila merr komanda nga programatori sipas programimit që ne kemi bërë dhe bën të mundur hapjen e ujit.
Pra, nëse ne kemi programuar programatorin me 2 herë lagje në ditë, në orën 5 të mëngjesit edhe në orën 9 të darkës, programatori jep komanda që në orën 5 elektrovalvola duhet hapet dhe duhet qëndrojë hapur, po themi një shembull konkret, 20 minuta. Pas 20 minutash duhet mbyllet edhe gjithë sistemi ndalon punimin. Të njëjtën gjë bën edhe në 9 të darkës, që në orën 9 elektrovalvula hapet, qëndron 20 minuta e hapur dhe pas 20 minutash sistemi mbyllet i gjithë. Ju programoni sipas nevojës që ka kopshti juaj dhe në këtë mënyrë ju kur të zgjoheni apo kur të ktheheni në shtëpi, lulet do të jenë të ujitura aq sa duhet, ashtu si duhet dhe uji ka shkuar kudo. Tani kalojmë në një pjesë akoma më të avancuar, që janë sensoret e shiut, patjetër. Janë sensoret e shiut, të cilët vendosen në pjesën e jashtme ku ne kemi baçën tonë dhe në moment që shiu i papritur i verës mund vazhdoj, sensori mat lagështin që është në rënje, domethënë sa milimetra ujë po bie në këtë kohë, dhe nëse ka mjaftueshëm ujë për ditën e sotme, programatori nuk ndizet. Domethënë, lagje nuk bëhet, sepse edhe ujitja e tepërt normalisht krijon ato problemet e veta me kalpëzimin e rënjeve e të tjera. Pastaj edhe gjëja më e fundit është ky aksesori këtu. Është kjo USB-ja e vogël, e cila na lejon që ne të bëjmë lidhjen të programatorit me telefonin ton dhe me internetin. Duke bërë një lidhje të tillë, programatori merr informacione nga moti që ne kemi në telefonin ton, nga aplikacioni i motit dhe përllogarit në një kohë më afatgjate që mënyrën e vaditjes, që do thotë nëse nesër është parashikuar që të bjerë shi në nivelet që ne kemi përcaktuar, sistemi nuk hapet. Përveç kësaj, ky aksesor na ndihmon shumë edhe kur ne jemi jashtë shtetit, sepse ne mund ta hapim sistemin nga telefoni jon, edhe po të jemi në një vend tjetër ose në një kontinent tjetër. E jashtëzakonshme, nga niveli më i thjeshtë edhe më i zakonshëm deri tek më të komplikuarit, i gjeni vetëm në Megatek. Prandaj Megatek ka krijuar këtë oazë të gjelbër në të cilin ju gjeni gjithçka përtej asaj që keni ëndërruar. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi për mua të kisha sot edhe të jepja informacione të bollshme për sistemet e vaditjes. Rikthehemi në Living Room nga Megatek. Unë ju falenderoj shumë që zgjodhët edhe sot Vision Plus. Folëm në pjesën e parë të programit për spektaklin e madh Ferma VIP 2, i cili starton ditën e hënë në orën 21, të gjithë përpara ekranit. Kalofshi një fundjavë të mrekullueshme. Mirupafshim.